Rishikimi i kornizës kurrikulare dhe nevoja për përafrimin e saj me standardet europiane, zhvillimet teknologjike dhe sfidat e së ardhmes ishin në fokus të takimit të ministres së arsimit dhe sportit Ogerta Manastirliu me ekspert të fushës së arsimit. Sipas ministres, rishikimi i kornizës kurrikulare është një proces i domosdoshëm që lidhet ngushtë me objektivin strategjik të vendit për antarësimin në Bashkimin Evropian, por edhe me nevojën për të garantuar një arsim cilësor dhe praktik për të gjithë nxënësit. Nga analiza që ne kemi bërë, e lidhur shumë me praktikën, duke parë se çfarë ka shkuar mirë, çfarë duhet përmirësuar, si jemi ne në raport me vendet europiane, aty ku ne aspirojmë të shkojmë dhe të antarësohemi brenda 2030-s, cilat janë standardet që duhet përmirësojmë, cilat janë kompetencat që duhet të theksojmë më shumë në kurrikulat tona, si duhet ne që të qasemi në lëndë të ndryshme për peshë specifike në lidhje me teorinë, në lidhje me praktikën, në lidhje me bazën eksperimentale të lëndëve që e kërkojnë pikërisht bazën eksperimentale dhe më të pasur, si neve duhet nxisim mendimin kritik, si duhet që të përmirësojmë punën në grup, si duhet të nxisim imagjinatën, kreativitetin, çfarë duhet të përmirësojmë më shumë tek edukimin vazhdimi i mësuesve. Ministrja theksoi gjithashtu rëndësinë e bashkëpunimit me universitetet publike për zhvillimin profesional të mësuesëve dhe pasurimin e kurrikulës me përmbajtje kontekstuale dhe të përditësuar. 2024 për ne ka qenë një gur themeli. E para sepse përfunduam dokumentin e përmirësuar të kornizës kurrikulare. E dyta sepse zbatuam në një plan të gjerë programin e zhvillimit profesional të mësuesve, ku për herë të parë përfshim universitetet publike, pedagogët tanë në trajnimin dhe edukimin profesional të mësuesve tanë. Ajo që ne sot më shumë se kur duhet të jemi të fokusuar është pikërisht mënyra e re se si do t'i qasemi rishikimit të kornizës kurrikulare, të kurrikulave bërtham dhe të programeve lëndore. Në funksion të integrimit europian, ministrja nënvizoi se arsimi duhet të përshkojë të gjitha vlerat dhe kompetencat që BE kërkon nga shtetet anëtare. Në raport me procesin historik që Shqipëria është duke ndjekur sa i përket antarësimit në Bashkimin Evropian, ku ne tashmë kemi hapur negociatat për 3 grup kapitull, dhe në grup kapitullin e 3, 2 kapitujt të cilët ne pra jemi lider, lidhet me shkencën dhe kërkimin shkencor dhe me arsimin, kulturën, sportin. Në këtë proces të hapjes negociatave dhe ku ne ambicia ne kemi që t'i përmbyllim në 2027, ne kemi disa detyra që lidhen me standardet dhe me përafrimin e tyre me ato të Bashkimit Evropian. Prandaj kurrikulat tona duhet që të nxisin aftësitë ndërkulturore dhe bashkëpunimin rajonal dhe gjithashtu duhet që t'i përgatisin nxënësit tanë për tregun evropian të punës dhe ekonominë digjitale. Ministria e Arsimit dhe Sportit ka nisur tashmë një proces gjithëpërfshirës për rishikimin e kurrikulave bërtham dhe programeve lëndore, duke përfshirë ekspert vendas dhe ndërkombëtar, mësues, institucione arsimore dhe partnerë të zhvillimit, me qëllim ndërtimin e një arsimi që i përgjigjet sfidave të së ardhmes.